Sot, dy ekipe Ferizajasit të volejbollit shpresojnë ta nisin mbar serinë e finaleve që të shpallën kampion Kosove në të dy kategoritë. Vashat e Fervolejt kanë mbajtur edhe sot stërvitje para ndeshjes së parë kundër Skënderajt, që nis në orën 17:30 në palestrën Bill Clinton. Ato janë të motivuara që Kupës së Federatës t'i jashtojnë edhe trofeun e titullit kampion. Ferizajasit janë në finale pas dy fitoreve gjysmëfinale kundër Prishtinës. Por edhe këtë sezon kemi zhvilluar dy ndeshje tjera në kampionat me përbërje të njëjtë dhe kemi arrit mi mposh, po gjithsesi respekt maksimal për Skënderajin, pasi ka lojtare me eksperiencë që kanë lu vitet e fundit shumë në për finale, edhe nëse nuk i kanë fitu, kanë fitu eksperiencë, kanë lu në për finale, gjysmëfinale, kështu që duhet mi respektu maksimalisht. Me vetbesim të shtuar janë edhe volejbolistët e Ferizajt, të cilët kanë fituar tashmë Kupën e Kosovës. Ferizaj është finalisti i dytë i play-offit në Raiffeisen Superligën A, pasi shënoi fitore vendimtare në ndeshjen e dy gjysmëfinale kundër Pejes. Në finale sonte prej orës 20 e pret Drita e Gjilanit, të cilën e mposhti në finalen e Kupës. Kampione shpallet skuadra që i shënon 3 fitore. Njohemi mjaft mirë, njohemi pikat e forta që i ka kundërshtari, janë lojtarë të ri, janë në moshë më të re në ligë, kanë potencial, por në të kundërtën e kemi ekipin me mjaft lojtarë cilësor që kanë përvojë të mëdha dhe shpresoj që si në shumë herë tjera të triumfoj përvoja edhe kësaj here. Vajzat e Fervolejt e mbyllën kampionatin e rregullt pas një humbje prej 23 ndeshjeve të luajtura. Kryetrajneri Ibrahimi thotë se zhvillimi i ndeshjes së parë në Ferizaj është përparësi e madhe, duke shpresuar një herë se salla do të mbushet sonte për finalet e të dy kategorive. Po besoj dhe po shpresoj se sot edhe tifozëria do na mbështet, pasi është motivimi, gjërat janë ndryshe kur luajmë shpejt, ndryshe kur luajmë si mysafir. Edhe po shpresoj dhe bile po i bëj një thirrje edhe nga këtu që sa më shumë të vinë dhe ta përkrajnë ekipin, pasi po luftojmë për qytet. Edhe Llabjani beson se mbështetja e tifozëve në tribuna do t'u japë edhe më shumë zemër volejbolistëve në parket që ta nisin me fitore serinë e play-offit. Andaj besoj që kena me pas përkrajnë e tifozëve, si në çdo ndeshje tjetër, nuk do të mungoj as sot. Shpresoj dhe bëj thira që edhe sot vinë mos më të madhe, na përkrojnë, na ndihmon shumë nëse fitojmë ndeshjen e parë dhe kemi më të lehtë për ndeshjet e ardhshme. Të dy ekipet shpresojnë se nata e parë e finaleve në Ferizaj do të jetë spektakël për tifozët në tribuna.